Bashkëshortja e ish-ministrit të ekonomisë së Maqedonisë së Veriut, Kreshnik Bekteshi, ka reaguar pas arrestimit të partnerit të saj lidhur me tragjedinë në Koçan. Ylka Bekteshi, reagimin e saj publike nis me ngushëllim për familjarët e viktimave, por shton se këtë tragjedi politika apo e përdor për pazare politike. Uroj Zotit t'ju jap forcë për të përballuar dhimbjen familjarëve të viktimave. Janë në lutjet tona të gjithë ato që po mjekohen brenda dhe jashtë vendit. Më djeg në shpirt lajmi për shoferin e auto emergjencës që zemra i pushoi mbas asaj nate të kopshme. Lutem për djaloshin hero që shpëtoi 21 jetë pa menduar për të veten. Trishtim për bendin që refrenin e lanë në gjysmë. Të gjitha ato nëna që po luten të mos jetë ky realiteti, sa shumë dhimbje. E kur këtë tragjedi në ditë kopshme, në ditë zije politika e vendit e përdor për pazaret politike, është jashtë çdo lloji norme njerëzore. Ndalimin e bashkëshortit të saj, Bekteshi e cilëson show mediatik dhe shton se Kreshniku nuk ka qenë as shkaktar i zjarrit, po as ushtrues detyre në kohën që ndodhi tragjedia. Fillimisht një gjë të qartësojmë, Kreshniku nuk u arrestua, shkoi me vullnet të lirë mbas thirrjes që mori nga stacioni policor. Në moment që ka mbaruar, njoftohet që është i lirë të shkojë. Mbas 3 minutave duke u bërë gati për të dalë, njoftohet se i caktojnë masën 24 orë, pa asnjë paralajmërim, as prezencën e avokatit mbrojtës. Marrin Kreshnikun me duart lidhura për show mediatik për ta dërguar në Koçan. Një gjë t'jeni të bindur se populli nuk mund të defokusohet nga fajtorët e vërtet. Licenca e fundit që Kreshniku ka dhënë është e vitit 2021. Objekti ka funksionuar me licencë nga viti 2012. Për të ardhur te pëlqimi nga Ministria e Ekonomisë, duhet fillimisht pëlqim nga Komuna e Koçanit, Ministria e Transportit, Ministria e Punëve të Brendshme, Inspektoriati i Tregut, por në fund vjen Ministria e Ekonomisë. Titujt e mediave se arrestohet ish-ministri ishin defokusim nga fajtorët e vërtet. Respekt për mediat që me çdo kusht po përcjellin vërtetën. 48 orë para burgimit u caktuan me masën vepër të rëndë për sigurinë e përgjithshme. Fillimisht bazë ligjore nuk kanë. Kreshniku nuk ka qenë as shkaktar i zjarrit, po as ushtrues detyre në kohën që ndodhi tragjedia. E pritshme që do i shtohen edhe 48 orë plus, sepse ju duhet fitojnë kohë për ta veshur Kreshnikun me petkun e fajit, ama kjo nuk kalon sepse e vërteta është me Kreshnikun. Ata politikanë që gjoja na përfaqësojnë vetëm emri shqip ju flet, se veprat veç se dihen është e turpshme nga kush po përfaqësohemi. Mbrëmë njofton avokati që prokurori ka kërkuar burgim 30 ditor për Kreshnikun. Ish-ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi u arrestua dhe u vendos në paraburgim, pasi dyshohet se ministria që ai drejtonte ka lëshuar licencën e falsifikuar për funksionimin e lokalit të natës, ku ndodhi tragjedia që i mori jetën 59 personave dhe shumë të tjerë u lënduan. Ai është në mesin e 23 të dyshuarve për tragjedinë në klubin e natës ku ndodhi ngjarja e rëndë.